Zbulime shkencore nga Kurani. Rreth përputhshmërisë së disa zbulimeve në ekzistencën me të dhënat kuranore. Profesor Yushudi Kozan, jam shumë i impresionuar me të zbuluarit e së vërtetës në Kuranin famlar. Profesor Dr. Ezendani, paqja dhe mëshira Allahu qoftë mbi ju. Ky profesor flet në gjuhën e tij japoneze, është profesor Yushudi Kozan, drejtori i Institutit Astronomik në Tokyo. Në fillim i treguam disa vargje kuranore, të cilat flasin për fillimin e krijimit dhe për atë që toka dhe qielli ishin një. Profesor Yushudi, kur e lexoi domethënien e këtyre vargjeve kuranore, filloi të na pyes mbi Kuranin dhe kohën kur ka zbritur ai. I treguam se Kurani ka zbritur para më shumë se 1400 vjetësh. Ne e pyetëm rreth këtyre të vërtetave me të cilat kishin të bënin vargjet kuranore. Ai na u përgjigj dhe pas çdo përgjigje ne i lexonim nga një varg kuranor. I magjepsur dhe i habitur, ai tha: "Vërtet Kurani përshkruan universin nga pika më e lartë e ekzistencës. Çdo gjë para tij është e hapur. Ai prej të cilit ka ardhur Kurani e sheh çdo gjë në univers. Asgjë s'është e fshehur për të." E pyetëm për periudhën kohore kur qielli ishte një masë fillestare gazore. Na u përgjigj se faktet që vërtetojnë këtë janë të shumta. Tani, thot profesor Kozan, kjo gjë është bërë e dukshme dhe e qartë. Sot ne shohim yje në qiell, të cilat përbëhen nga kjo masë gazore. Masë e cila është baza e universit, siç shihet në këtë pra dhe në disa palme tjera. Kjo fotografi u bë kohët e fundit ndërmjet anijeve kozmike, pra galaktikat. Në këtë fotografi është fotografuar një prej galaktikave dhe shihet qartë se ajo është e përbërë nga tymi. Pra shikohen anët e kuqe të galaktikës, e cila gjendet në fillim të flakërimit, kurse në mes, ku flaka është e fortë, shihet ndriçim. Kështu pra këto yje të shëndritshme në fillim ishin tym ose masë gazore, gaz. I gjithë universi ishte tym ose masë gazi. Profesorit i lexuam vargun kuranor ku thuhet: Bismillahirrahmanirrahim, thumma istawa ila as-samai wa hiya dukhanun faqala laha wa lil-ard atiniya tawan aw karhan qalata atayna ta'in. Pastaj Zoti ju drejtua qiellit, i cili ishte tym, dhe atij dhe tokës i tha: nënshtrojuni urdhët tim me dëshirë ose me dhunë. Ata të dy thanë: po i nënshtrohemi me dëshirë. Surja Fussilet ajeti 11. Disa dietarë duke folur mbi fazën fillestare të qiellit thonë se ai ishte mjegullnaj. Profesor Yushudi Kozan thotë se fjala mjegullnaj nuk i përshtatet përshkrimit të bërë me fjalën tym në Kur'an, sepse mjegullnaja është e ftohtë, kurse ky tym përmban një sasi nxehtësie. Prandaj përshkrimi më i mirë është me fjalën tym. Pra kjo që thotë profesor Kozan përputhet plotësisht me ajetin kuranor. Kështu ai filloi të shpjegoj vargjet që ja lexonim dhe në fund e pyetëm: çfarë mendoni mbi këtë fenomen, profesor, për të cilin ju jeni dëshmitar? Shkenca me përparimin e saj po zbulon sekretet e universit. Shumë nga këto sekrete janë përmendur në Kur'an ose në thënjet e Muhamedit a.s. A mendoni se ky Kur'an, të cilin na e solli Muhamedi a.s. mund të jetë produkt i mendjes njerëzore? Profesor Kozan në ligjëratën e tij tha: jam i impresionuar shumë me zbulimin e së vërtetës në Kur'an. Para nesh astronomët u morën me studimin pjesëve të kufizuara në qiell, kurse ne jemi përqendruar në të kuptuarit e këtyre pjesëve, sepse nëpërmjet teleskopit ne mund të shohim të gjithë pjesët kryesore në qiell, e gjithashtu nëpërmjet të lexuarit të Kuranit marrim edhe përgjigjen e pyetjeve. Besoj se unë mund ta gjej rrugën time të ardhshme për studimin e universit. Profesor Ezendani, pra siç e shohim, ai thotë se është e mundur që Kurani të jetë produkt i mendjes njerëzore. Gjithashtu ai thotë, ne dietarët në studimet tona jemi përqendruar në një pjesë të vogël, ndërsa kush e lexon Kuranin ka para vetes tablo të një përshkrimi të gjerë mbi universin. Profesor Kozan gjithashtu tha: unë njoha një metodë të re në studimin e universit. Atë duhet ta vështrojmë në mënyrë të gjithanshme dhe jo në mënyrë të pjesërishtme. Unë do t'i përmbahem kësaj metode dhe pasi lexova Kuranin e u njoha me këto vargje kuranore të cilat flasin mbi universin, zbulova metodën e të studiuarit tim në të ardhmen.
Në seminaret e mia të ardhshme do të kem një vështrim të gjithanshëm, gjë të cilën e fitova nga libri i Allahut. Profesor Zindani: I lartësuar je o Zot, i lartësuar je ti o Allah. Ja, dietarët e lindjes dhe të Perëndimit po i përulin kokat e tyre në shenjë respekti ndaj Kuranit famlar. Kurani është argument i Muhamedit a.s. është mrekulli e përhershme dhe vazhdueshme, është mrekulli e gjallë, i cili bind muslimanët dhe jo muslimanët. E kështu do t'i bind brezat e ardhshëm deri në ditën e gjyqit të madh. Lakin Allahu yashhadu bima anzala ilayk anzalahu bi'ilmihi. Po Allahu dëshmon për atë që tu zbrit ty, atë ta zbriti sipas dijes së vet. Nisa 166. Wa qul alhamdulillahi sayuriikum ayatihi fata'rifunaha. Dhe thuaj falënderuar qoftë Allahu, ai do t'ua tregojë argumentet e veta dhe do t'i njihni ato argumente. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Wa yara alladhina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbik huwa al-haq wa yahdi ila as-sirati al-aziz al-hamid. E atyre që është dhënë dija e dinë se kjo që të është shpallur nga Zoti yt është e vërtetë dhe udhëzon në rrugën e gjithfuqishmit dhe të lavdëruarit. Allahu te baraka wa ta'ala amma yushrikun. Pra dietarët më të mëdhenj dhe eminent botror u përulën para kësaj fjale të madhe që është fjala e Allahut, e cila fjalë për çdo ditë më shumë, pra po vërtetohet se ka fol për shumë gjenerata dhe gjenerata që do të vinë për shkencën dhe zbulimet e mëdha shkencore.